Sinqeriteti I bën njerëzit që të na I falin gabimet. Burri u kthye shumë vonë në shtëpi. Jashtë kishte pirë alkool. Ishte dehur dhe në këtë gjendje e bëri cop një enë të shtrenjtë. E pastaj volli dhe ra për tokë. Erdhi gruaja e vet, e ngriti dhe e shtriu në shtrat. E pastaj u kthye të pastronte vendin. Kur burri u zgjua në mëngjes, ja morri mendja se gruaja është zemëruar me të për atë që ndodhi natën e kaluar dhe u ngrit duke e lutur Allahun që të mos ketë zënka mes tyre. Mirpo, burri u habit kur e gjeti një letër nga gruaja e tij ku shkruante: I dashuri im, ushqimi yt I mëngjesit që ti e preferon është gati mbi tavolinë. Kurse unë u detyrova të dal herët e ti blej disa gjëra nga shitoria. Do të kthehem te ti shumë shpejt. Të dua. Burri u habit nga fjalët e saj dhe përkundër asaj që e bëri natën kur ishte I dehur. Ju afrua fëmijës së vet dhe e pyeti: Çfarë ndodhi mbrëm natën? Fëmia ju përgjigj: Nëna kur deshi të vendos mbi shtrat, të t'i zbath këpucët dhe të ta zhvesh këmishën, ishe I dehur si I vdekur e ti I the asaj: O ti grua, mos më prek, më lër mua dhe problemin tim, unë kam grua dhe jam I martuar. Fjalë për meditim. Nuk nxisim në bërjen e mëkateve, por ajo që na bie në sy është se sinqeriteti I bën njerëzit që të na I falin gabimet tona dhe ne të përmirësohemi dhe të tjerët të na mëshirojnë. Si vepron me të tjerët, ashtu veprohet edhe me ty. Kjo është një këshill e vërtetë që na jep një fëmijë në moshën parashkollore. Një natë nga netët, nëna ul me fëmijët e saj që shkonin në shkollë, që t'u ndihmojnë në përsëritjen e mësimeve. Kurse fëmijës së saj të vogël, që I kishte pas arritur të katërtat, ja dha disa fletore të vizatoj dhe mos t'u pengoj në përsëritjen e mësimeve me fëmijët e tjerë. Ndërkohë ju kujtua se kishte harruar t'ia dërgoj ushqimin babait të burrit të saj, I cili ishte plak dhe jetonte me një dhomë jashtë vilës. E ajo e shërbente sa kishte mundësi. Kurse burri I saj ishte I kënaqur me atë shërbim që ja bënte prindit të tij, I cili nga pleqëria dhe nga shëndeti I dopt nuk dilte jashtë dhome. Kur u kthye në dhomë të fëmijëve, e vëreti se fëmia I vogël vizatonte rrethe dhe katrore dhe në çdo njërin vendoste shenja. Nëna I tha: I dashurim, çfarë po vizaton? Ju përgjigj: Jam duke vizatuar shtëpinë time ku do të jetoj kur të rritem dhe të martohem. Nëna u gëzua nga këto fjalë dhe I tha: Ti ku do të flesh? Unë do të fle në këtë dhomë. Kjo është kuzhina. Kjo është dhoma e pritjes së mysafirëve. Kështu filloi të I numëroj të gjitha dhomat e shtëpisë, kurse për në fund e la një katror jashtë shtëpisë. Nëna u çudit dhe I tha: Pse kjo dhomë është jashtë shtëpisë dhe nuk është pjesë e dhomave tjera? Kjo është për ty. Do të vendos të jetosh në këtë dhomë ashtu si sot jeton gjyshi im. Nëna mbeti e shtangur nga fjalët e fëmijës së saj. Filloi të I sillet në përmend se a do të jetë vetme dhe jashtë shtëpisë, se nuk do të ketë mundësi të flasë me fëmijët e saj dhe me nipat e saj. Kuj do t'i flasë atë ditë dhe a do jetoj e vetme mes 4 mureve, pa mos I dëgjuar zërin asnjë antari të familjes? Thoshte në vete nëna. Në atë moment shpejtoi në thirrjen e shërbëtorëve dhe dha urdhër që menjëherë të I marrin mobiljet e dhomës së mysafirëve e t'i shpërngulim në dhomën e plakut. Kurse krevatin e tij dha urdhër që ta vendosin në atë dhomë që konsiderohej dhoma më e mirë e shtëpisë. Në ato momente burri u kthye nga puna dhe nga ajo që e pa u habit dhe pyeti gruan se çfarë ka ndodhur. Ajo ju përgjigj me lot: Unë zgjodha dhomën më të mirë ku do të jetojmë unë e ti, nëse Allahu na jep jetë, kurse dhoma e mysafirëve do të jetë jashtë vilës. Burri e kuptoi se çfarë synon gruaja e tij. E lavdëroi për këtë vepër dhe për atë që e bëri për prindin e tij, I cili I shikonte ata të dy dhe buzëqeshti I kënaqur me veprën e tyre. Kurse fëmia I vogël pas kësaj ndodhie e fshiu vizatimin dhe buzëqeshi. Allahu I madhruar thot: Çfarëdo mirësie që bëni për shpirtin tuaj, me siguri që do ta gjeni tek Allahu. Ajo do të jetë më e mirë dhe më e shpërblyer. Vlera juaj nuk bie edhe përkundër nënçmimit. Mësuesi I nxori 5 euro dhe me duar I ngriti lart dhe nxënësve u tha: Kush I do? Nxënësit të gjithë I ngritën duart. Mësuesi pastaj e zhubrosi letrën me fuqinë e duarve të tij dhe prap u tha:
Tani kush e do? Nxënësi të gjithë ngritën duart. Pastaj i gjuajti në tokë dhe filloi ta shkel me kapucet e tij, derisa e fëlliqi në tërësi. Më pas u tha: Tani kush e do? Nxënësit të gjithë ngritën duart. Mësuesi u tha: Ky është mësimi juaj për sot. Sado që tenton ta ndryshosh pamjen e kësaj flete, prap vlera e saj mbetet e pandryshuar. Kështu jeni edhe ju. Sado që ti nënshtroheni nënçmimit, uljes së personalitetit, shkujdesjes e torturave, duhet të besoni se vlera juaj e vërtet nuk është prekur. Ju, kur të vazhdoni dhe të ecni edhe pas gjitha sfidave dhe rënjeve, do t'i detyroni të gjithë ta njohin vlerën tuaj, kurse kur do ta humbisni besimin tuaj në vetvete dhe në vlerën e saj, atëherë do të humbni çdo gjë.